Pas triumfit në klasikën ndaj Tiranës, ish futbollisti dhe trajneri i moshave Ersi Çaku vlerëson paraqitjen e skuadrës kuqe blu duke theksuar se këtë sezon ekipi po shfaqet më i pjekur krahasuar me vitet e kaluara. Ai shprehet se vllaznia po luajnë me energji dhe besim, por njëkohësisht po i qëndron larg euforisë, element që shpesh ka ndikuar negativisht në sezonet e mëparshme. Ajo që unë shaf ndryshe është entuziazmi në skuadër. Ajo që unë shaf ndryshe te kjo skuadër është i marrin neshit një nga një. Nuk e kanë atë euforinë të cilët ne jena mësuar me pa vllaznin. Momentin që vllaznia është një ngry klasifikimit, ka pas një farë euforie, ajo e dëmshme për skuadrën. Kjo skuadër është gjithmonë me kam tokë, edhe pse po dominon Superligën shqiptare, për mua vazhdon të jetë me kam tokë. Mëtej, Çaku shprehet se grupi aktual ka cilësinë e duhur për të pretenduar në dy fronte. Sipas tij, vllaznia është në gjendje të luftojë si për titullin kampion ashtu edhe për Kupën e Shqipërisë. Unë mendoj që i ka forcë. Sepse duke pa kontingjentin e bollshëm që ka ekipi. Pra, sot unë mendoj që vllaznia nuk ka një ekip, po ka dy. Mjafton që ti të shifesh në rrimet apo ndryshimet që stafi bën gjatë lojës, edhe ti kupton çfarë kualitetesh mund të ketë vllaznia në stol. Ndërkohë, kuqeblut rikthehen shpejt në fushë. Sfida e radhës për vllaznin do të luhet të mërkurë në orën 16:30 në stadiumin Loro Boriçi për llogaritë të Kupës së Shqipërisë, ku objektivi mbetet vijimi e rrugtimit drejt një tjetër trofeu.